si ka vonesa në kohë. Kryeministri, dhe ky është qëndrim politik, duhet të ndajmë aspektin ligjor nga aspekti politik. Në aspektin ligjor, kryeministri mund të vendosi të mos reagoj pas vendimit ose pas masës sigurimit gjykatës, ose të vendosi të reagoj duke vendosur shkarkimin e ministrit cilin e ka tagër krejtësisht personal. Në rrafshin politik, çdo veprim që do të bëjë kryeministri sot është reagim, që do të thotë nuk është veprim cilin ai e bën me vullnetin e tij dhe në bindjen e tij të lëvizjes politike. E bën sepse është tashmë i detyruar. Ajo që kryeministri duhet kishte bërë në momentin më të parë që zonja Balluku u morshte pa nderur nga gjykata, ishte të vendoste politikisht se çdo të bënte me një subperson i cili është personi i dytë në hierarkinë administrative të shtetit shqiptar, dhe nëse ky person duhet vazhdonte ta ushtronte detyrën. Dhe kjo është vendimarrje politike, nuk ka lidhje me vendimarrjen ligjore. Dhe në këtë aspekt, çdo vendim që do marrë kryeministri sot është tërësisht i vonuar në kohë, politikisht ai duhet të kishte reaguar që në momentin e parë, dhe të kontrollonte në atras dhe narrativën e ngjarjeve. Sot kryeministri është në reagim, dhe gjithçka që po bën është thjesht reagon ndaj ngjarjeve që i ndodhin atij. Kuptova. Doja që të bashkëbisedonim gjithashtu edhe mbi vendimin e SPAK për të mos lejuar fizikisht zotin Veliaj që të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Zoti Çipa, si do ta cilësonit këtë vendim? Po, së pari janë dy lajme dhe duhet t'i konfirmojmë. E para është refuzimi i takimit me autoritetin e pushtetit vendor ndërkombëtar, që është një delegacion i mbritur në Shqipëri, dhe cilën të kërkuan zyrtarisht për të pasur një takim në vendin ku është izoluar kryetari i Bashkisë të Tiranës, zoti Veliaj. Dhe së dyti është një kërkesë e Këshillit Bashkiak për prezencën e tij në mbledhjen e ditës së nesërme. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Në një lloj pikpamje do të duhej që SPAK-u, për shkak se është mbyllur ky proces i hetimi dhe nuk përbën ndonjë problem, prezenca natyrisht në masa sigurie e kryetarit të Bashkisë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku është e përcaktuar tema e diskutimit dhe në një lloj pikpamje nuk përbën asnjë lloj konflikti interesi prezenca e tij në dialogimin me Këshillin Bashkiak të kryeqytetit. Tu kemi, besoj, të bëjmë me një problem që nuk është vetëm thjesht juridik, por meriton edhe interpretime, aq më tepër që kryetari i Bashkisë, duke qenë në funksione, ka edhe detyrimin publik për shërbimin ndaj qytetarëve. Po kam përshtypjen që këto lloj interpretime do të lidhen pastaj edhe me të drejtën e tij për ta ankimuar dhe përdorur këtë proces si një eklipsim të procesit tjetër juridik, që është ai i akuzave zyrtare për të cilat e mban në kushtet e izolimit në burg SPAK-u kryetarin e Bashkisë. Nëse një ndër dy kërkesat, ajo për takimin me autoritetin e pushtetit vendor ndërkombëtar, do të bënte diferencën ose me prezencën ose jo të tij në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, të tregon që brenda institucionit dhe të drejtësisë dhe kryesisht të SPAK-ut ekziston mundësia që mos ketë thjesht një radikalitet të qëndrimeve, por ketë një ndjeshmëri ndaj raporteve për pozicionin që ka personi i pandehur ndaj detyrës publike. Dhe kjo është një gjë që duhet të ripar, aq më tepër që në adresë të SPAK-ut, nga aktorë të ndryshëm ekstra politik, ka pasur kritika dhe vazhdon të ketë kritika dhe interpretime të ndryshme. Qartë, Kthubi, si duhet ta kuptojmë këtë, le të themi, ndalim nga ana e SPAK? Hipotetikisht do na duhet dinim dhe kush janë arsyet që kanë ndaluar SPAK-un. Prezumoj që në rastin e Këshillit Bashkiak, jemi sinqert, mendoj që vendimi është i drejtë. Pse? Po se ka një nocion, dhe para punës në fel nuk ka një detyrim dhe nuk ka asnjë parashikim ligjor që në raste të tilla të jepet leje. Që të jemi qartë. Kuadri ligjor shqiptar ka raste shumë specifike në cilat jepet leja. Që janë? Që do të thotë se nëse do të jepet leja për mbledhjen e Këshillit Bashkiak, mund të jepet leja edhe për çdo rast që ai bën mbledhje të tjera pastaj të ngjashme. E kuptoj. Dhe nuk mund të shkarkojmë ose le të themi që të arsyetojmë faktin që meqense është një mbledhje e Këshillit Bashkiak. Po kjo është një mbledhje e rëndësishme, nuk është një mbledhje rutinë. Po SPAK-u nuk vlerëson rëndësinë e mbledhjeve për cilën për të është një mbledhje. Rendi ditës mbledhjes nuk është pjesë e tagrave për vlerësuar. Më fal, vetëm nëse ka një vakum ligjor për këtë praktik, kjo është një gjë që nuk përjashtohet dhe aq më tepër ndjeshmëria ndaj interesit publik duhet dëshmohet edhe nga SPAK-u, pavarësisht se nuk i lejohet të interpretojë
dhe nuk i lejohet gjithashtu të shprehë dhe qëndrime subjektive për Spaku nuk është situatë. organ politik dhe organ që vlerëson dëshmërinë ligjore apo Jo, nuk kam iluzion, është vetëm jam dakord. Po jam dakord, atëre unë kam një jo, më fal ta mbaroj thjesht një ndërhyrje. Të lutem, sepse vendimi nuk mund mos ta japi Spaku, po mund ta japi gjykata. Ngelet institucion, do të shkojë Ashtu si kundër dhe edha gjykata. Ta adresohet çështën e gjykatë. Po gjykata është shtrehur. Gjykata është shtrehur për këtë gjë. Përderisa në një lloj kuptimi e ka dhënë atributin e njohjes së ushtrimit të detyrës dhe funksionit publik. Ky është interpretim shumë i zgjeruar i vendimit të gjykatës. Gjykata nuk ka arsyetuar në këtë formë. Gjykata arsyeton në një formë tjetër dhe merret kryesisht me faktin që gjykata i dha mandatin këtu. Nuk i dha mandatin. Nuk ja hoqi. Nuk ja hoqi, po e la mandatin. Po janë dy gjëra të ndryshme. Nuk ja hoqi sepse ai meritonte të kishte mandatin. Nuk ja hoqi sepse procedurë, po gjykata nuk kujdeset që zoti Veliaj të ushtrojë detyrën. Ç'është kjo? Gjykata nuk ka për detyrë që të krijojë kushte që zoti Veliaj të ushtrojë detyrën. Gjykata ka për detyrë që të krijojë kushtet që të zbatohet ligji në mënyrë korrekte. Dhe gjykata kushtetuese në vendimin e saj nuk tha që zoti Veliaj nuk shkarkohet sepse është i zgjedhur vendor dhe si tillë nuk mund shkarkohet. Ta mund të shkarkohet, por jo me këtë lloj procedure. Bëni procedurën korrekte dhe mund ta shkarkoni zotin Veliaj në çdo kohë. Mirë, dakord. Që është ajo që duhet bën te kryeministri Roni Dashur që nuk e bën. Është në detyrë. Po, dhe ndërkohë ka 3 vendime gjykatash lëna në fuqi nga të gjitha shkallët gjyqësore që nuk e lënë zotrin ta ushtrojë detyrën në formën e saj korrekte. Ka një vendim gjykatës shkallës parë, gjykatës apelit, gjykatës të lartë, të treja e vendosin zotin Veliaj në masë sigurim të arrest me burg, që do të thotë janë 3 gjykata që arsyetojnë që ky zotëria nuk mund të shkojë në zyrë sepse ekziston rreziku që të kryejë një vepër tjetër penale dhe Spaku nuk mund dalë përtej një arsyetimi të vendimit të gjykatës, se në të kundërt gjykata nuk do ta kishte lënë në burg zotin Veliaj, do ta kishte lënë një masë tjetër sigurimi dhe do t'i krijonte të gjitha hapësirën që ta ushtronte detyrën në mënyrë funksionale. Po, pse jo me video call? Video calli nuk e përcakton Spaku. Nuk është Spaku, nuk ka Spaku tagër të mbyll aftësinë për video call. Është detyria e përgjithshme e burgjeve. Është detyria e përgjithshme e burgjeve që mund të lejohet të bëhet video call nga ambientet e paraburgimit. Dhe kjo është tagër vetëm i detyrisë përgjithshme të burgjeve. Nuk ka lidhje Spaku në këtë pjesë. Dhe kjo ha diskutim, edhe kjo ha diskutim, nuk ka diskutim sepse ne kemi ambiente paraburgimi në Shqipëri, në cilët janë pajisur me ekrane dhe me kamera për video call dhe në cilat të burgosurit bëjnë rregullisht telefonata me video me familjarët e tyre. Që do të thotë, as zotit Veliaj nuk i pengon as kush të drejtën që në video call të lidhet me Këshillin Bashkiak dhe kjo do të ishte zgjidhje që detyria e përgjithshme e burgjeve mund ta bënte në formën shumë më të thjeshtë se sa ndërmjet procedurës dërgimit të tij në një mbledhje fizike të Këshillit Bashkiak. Qartë. Zoti Xhiba, kur do të zgjidhet kjo pikpyetja e madhe për sa i përket ushtrimit të detyrës? Me sa duket vendimi i gjykatës kushtetuese nuk i jep të drejtën zotit Veliaj që ta ushtrojë detyrën me funksion të plotë, le të themi. Vendimi i gjykatës kushtetot kryeministrit. Ti mund ta shkarkosh zotin E Veliaj. kuptova. Mos i kthehemi pas. Thjesht nuk e lejon atë që të shkojë në Këshillin Bashkiak, apo jo? Jam korrekt në këtë? Por gjithashtu edhe nuk përcakton se si do ta ushtrojë ai funksionin e vet, pra mandatin. Nuk është tagër ky. Në këtë pikë ka pikpyetje. Zoti Xhiba, kur mund ta zgjidhim këtë enigmë ne? Kush e zgjidh këtë enigmë? A mund ta ushtrojë zoti Veliaj plotësisht detyrën e kryebashkiakut, si mund ta ushtrojë, cilat janë kufizimet, të drejtat edhe tjera si këto? Duhet presim vijimin e procesit, vendim të GJK-s, ku jemi? Ja, zoti Xhiba dhe pastaj flasim për kuadrin ligjor. Po, jo, unë do t'ja lija mundësinë e shprehjes edhe kolegut për shkak se e shoh që është më profesionist të fushën e së drejtës dhe ligjore, por ka 2 aspekte. E para njëherë, do duhet që ne të kishim një vendim gjykate për statusin e të pandeurit që ka zoti Veliaj dhe sidomos në raport me proceset për të cilat ai është akuzuar. Dhe tashmë akuzat janë publike, zyrtare, dhe për këtë duhet shprehet gjykata. Po procesi i shprehjes së gjykatës sipas të gjitha gjasave do të jetë i gjatë në kohë dhe do dojë le të themi një kohë në raport të konsumimit të ankesave dhe ankimimeve që vijnë nga njëri niveli i gjykimit në nivelin tjetër. Në këto kushte, pra si ndërlidhur me procesin gjyqësor ndaj tij. Po padyshim. Prandaj aktualisht pas vendimit shprehjes së gjykatës, se nuk po e quaj vendim, shprehjes së gjykatës kushtetuese, zoti Veliaj është në ushtrimin e funksionit deri në zgjedhjet e radhës që i bie në 2027. Mund të ketë një qëndrim tjetër, padyshim, nëse do të kishte një vendim individual të dorëheqjes së largimit apo dhe formave të tjera që ekzistojnë të parashikuara nga legjislacioni,
shqiptar, ky ngërç mund të zgjidhej dhe të kapërcej. Por në kushtet kur vetë subjekti i ndodhur në kushtet e izolimit dhe përballë disa proceseve që nënkuptoj akuzat, se numerikisht akuzat janë të shumta, ai me sa shoh dhe nga sa po duket, po e mban procesin e interpretimit të lënies ose jo të mandatit pa përfunduar si kryetari i Bashkisë të Tiranës në funksion të konjunkturës dhe të konjunkturës që ndikohet mbi procesin juridik sipas time, mendoj unë, dhe kjo është një qasje. Por nga ana tjetër, unë gjithmonë e kam parë shumë të thellë diferencën midis procesit dhe diskutimit publik, qoftë edhe në pikpamjen e interpretimit ligjor për përfundimin ose jo të mandatit të tij si kryetar bashkie, dhe procesi tjetër juridik aq kompleks për shkak të numrit të akuzave dhe pretendimeve që janë ofruar zyrtarisht nga SPAK-u në adresë të tij. Këtubi. Unë bie dakord me zotin Qipa në një pikë. Ne kërkojmë, dhe ky është ndoshta një nga defektet që kemi sot që flasim, ne kërkojmë gjithmonë zgjidhje ligjore të gjërave. Nuk ka asnjë ligj aq perfekt që të parashikojë çdo rast të mundshëm. Zgjidhja, në rastin e zotit Veliaj, kështë qenë zgjidhje politike, që do të thotë zoti Veliaj duhet vepronte si politikan i pjekur, dhe të thoshte zotëri dashur, unë vëj interesin e qytetarëve të Tiranës që ky qytet të mirë administrohet,